Ngushtica e Hormuzit në blokadë. SBA asnjë anije iraniane nuk ka kaluar në 48 orë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka dërguar një paremërim të fortë Iranit ditën e sotme duke thënë se ne po ju vëzhgojmë. Ai shtoi se ushtria e Iranit duhet të zgjedhë me mençuri përpara se të kujtojë Teheranit se aftësitë tona nuk janë të njëjta. Mbaj mend, kjo nuk është një luftë e drejtë dhe ne e dimë se çfarë asetesh ushtarake po zhvendosi dhe kujt po i zhvendosni ato, tha Hegseth. Sekretari i mbrojtjes tha se Shtetet e Bashkuara po bëhen vetëm më të forta ndërsa Irani po nxjerr lançuesit dhe raketat e mbetura vendet ku ka aftësi të zëvendësojë ato. Por vazhdoi dita e tensioneve në ngushticën e Hormuzit pasi ushtria amerikane deklaroi se ka vendosur bllokadën detare ndaj Iranit. Sipas Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, gjatë 48 orëve të para të operacionit, asnjë anije iraniane nuk ka arritur të kalojë zonën e kontrolluar. Në një deklaratë në platformën X, ushtria amerikane tha se 9 anije u binën urdhave për t'u kthyer në port ose në ujërat territoriale iraniane, duke shtuar se asnjë anije nuk arriti të kalonte forcat amerikane. Megjithatë, dhënat në faqet të gjurmimit të trafikut detar tregojnë një panoramë disi të ndryshme, duke sugjeruar se të paktën 3 anije me origjinë nga portet iraniane kanë kaluar ngushticën e Hormuzit që prej nisjes bllokadës. Ngushtica e Hormuzit, një nga nyjet më strategjike për transportin global të naftës dhe të gazit, është epiqendër e tensioneve pas përshkallëzimit konfliktit dhe mungesës të marrëdhënieve në negociatat e fundit mes palëve. Sipas njoftimeve të mëparshme, bllokada detare synon të kufizojë gjithë trafikun detar drejt nga portet iraniane, duke rritur më tej pasigurinë në një nga rrugët më të rëndësishme tregtare në botë.